تمسك بحبل الله واتبع الهدى. Nëse ka dikush pyetje vëllazi urdhani. Urdhna? Çka na ndihmon ti me stabil fen Allah këtë kohë? Vëlla miri po pyet çka na ndihmon të jemi stabil në fen Allah subhanahu taala në këtë kohë. Stabiliteti në fen Allah subhanahu taala është një dhuratë e madhe që Allah dhul xhelal ja jep robërve të tij. Bile ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, luzumul istiqama a'zamul karama. Me pas qëndrueshmërinë e fe është kerameti, është mrekullia më e madhe. Me qenë të stabil në fe, me adhuru Allah subhanahu wa taala, me ju largu mëkateve, është mrekullia, është nderi më i madh që ta jep Allahu dhul xhelal. Tani në këtë kohë shkaqet e devijimit janë të shumta. Ndoshta duke filluar prej shtëpive tona, kur dalim në rrugë, në përshkolla dhe çdo kund tjetër. Andaj është e udhës që t'i përmendim disa shkaqe që na ndihmojnë me qenë stabil në fenë Allahut subhanahu wa taala, sidomos në këtë kohë. Për shkaqeve më madhështore është fjala e Allahut dhul xhelal, Kurani. Allah ka thënë Kur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni që të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Kurani i Allahut, suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ajo fortifikata e cila na mbron neve nga devijimi. Jo vetëm thjesht një lexim që mund t'ja bëjmë Kur'anit apo haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, mi lexu, mi kuptu edhe mi jetësu. Kjo është për shkaqeve më të mëdha që Allahu na bën stabil në fenë e tij. Gjithashtu për shkaqeve mund të përmendim edhe lutjen apo duan. Askush prej nesh nuk bën me neglizhu lutjen cilën ja bëjmë Allahu dhul xhelal. Thjesht një lutje të cilën e bën ti, dije se je duke bërë ibadet. Shtoja kësaj që je duke i kërku diçka Allahut që po të preokupon. E dua huwa al-ibada. Lutja është vetë adhurimi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë dua, si mos ta bëjmë vallë ne. O rrotulluesi zemrave, forco ma zemrën time në fenë tënde. Sa më shpesh ta themi pra edhe këtë lutje në sejdët tona, në lutje që i bëjmë mes ezanit dhe ikametit e kështu me radhë. Gjithashtu për shkaqeve mund të përmendim edhe shoqërimin e njerëzve të mirë. Shoqërimin e njerëzve të mirë. Nëse njeriu i shoqëron besimtarët, njerëzit e devotshëm, sigurisht se do të jetë stabil në fe. Nga se me shoqërimin e tyre e kujton Allahun subhanahu wa taala, së bashku shkojnë në xhami, së bashku lexojnë Kur'an, së bashku dëgjojnë ligjërata, së bashku mund të lexojnë libra, njëri tjetrit ja kujtojnë Allahun subhanahu wa taala, kështu do të jenë stabil në fenë e tij. Mirë po nëse besimtari nuk shoqërohet me njerëzit e devotshëm, shoqërohet me njerëzit e prishur, shoqërohet me njerëzit të cilët nuk janë të moralshëm, sigurisht se ka mund ndiku prej tyre. Ndoshta me herën e parë jo, me herën e dytë jo, po dal nga dal i normalizohet edhe ati e keqja, kështu që mund të devijoj. Për shkaqeve të tjera mund të përmendim edhe nëse lexojmë për pejgambert e Zotit, siç kanë qenë përkushtuar të kapur në fenë Allahu subhanahu wa taala, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit në përgjithësi. Me rëndësi të kapemi pas Kuranit, pas sunetit, të qëndrojmë afër me xhamatin, të kërkojmë dituri e kështu me radhë. Allahu na dhash përfundim të mirë dhe na bëft stabil në fenë e tij.